Qeveria e Shqipërisë përballë një krize çmimesh që po kërcënon të gjithë globin sot, nuk bëhet fjalë vetëm për naftën, bëhet fjalë për të gjitha çmimet tashmë që duket se po pësojnë rritje dhe do ndikojnë njëri tjetrin. Shumë vende kanë marrë masat e tyre që janë bërë publike. Në Shqipëri ka kritika ndaj qeverisë se po sillet në mënyrë minimaliste ta quajmë kështu ndaj kësaj krize. Si e gjykoni ju, si do t'i shikonit ju në prizmin tuaj, se edhe si ish ministri i financave, se çfarë mund të bëjë dhe çfarë nuk mund të bëjë një qeveri në këtë rast? Po edhe si qytetar dhe konsumator, e para mbi gjitha konkluzioni juaj si drejt, unë jam munduar ta verifikoj këtë, nuk di se ta emotoj, të qëndrim antisocial që mban qeveria ndaj stresave në nevojë. Të gjitha vendet që janë referuar në një kërkim që u bëra edhe tani, patjetër që janë fokusuar së pari mbi gjitha ndryshe nga qeveria Rama, në paketën sociale. Ndërsa kontrolli i çmimeve pasaj dhe elementet tjerë të kontrollit tregjeve janë plotësuese, sepse inflacioni është një tatim i pamiratuar me ligj, po që u rëndon më rënd dhe ne quajmë taksë regresive, vret më shumë ata që kanë të arba më të vogla. Kështu që po të shikojmë të gjitha vendet kanë reaguar pikërisht me paketa antisociale. Me paketa sociale kundër inflacionit të importuar. Në këtë aspekt, nuk e justifikoj dot e parë nga pikpamja njerëzore, dhe dita edhe nga pikpamja sociale, edhe nga pikpamja shkencore, qëndrimin që mban Rama me këmbullin e tij se do të kujtohet për ata që goditet nga inflacioni importuar kur çmimi i naftës të shkojë 220 lekë për litër. Ka asnjë lidhje niveli i çmimit me domosdoshmërinë për të hyrë, sepse ne dimë shumë mirë që nësa qeveria ndjen një inflacion mesatar nga ai stati, në fakt bota sot studion inflacionin e ushqimeve dhe inflacionin e pensioneve, i cili është 2-3 herë më i madh. Nëse inflacioni që ndjehet i statës 3%, 3.5%, ai shkon deri në 10%. E para, e dyta është vlera në kohë e paras. E nuk mund të presim tani kur të qartësohet Rama që të aplikojë të gjithë vendet e tjera paketa sociale, dhe asta justifikoj këtë se paka një këshilltar gjerman. Pashpirtësia ndaj stresave sociale nuk ka të bëjë me kombësit, ka të bëjë me ndjesitë dhe përgjegjësitë që ka çdo qeveri. Sepse që ditën e parë që ka ndodhur kjo krizë, unë jam munduar të alertoj se ajo do të ishte një krizë violent, se do të prekej gjithë zinxhiri i ushqimeve dhe shërbimeve dhe se do të duhet patjetër një paketë sociale. Fakt, duket se edhe vendet e Bashkimit Evropian këtë linjë po ndjekin, jo të prekin çmimet, po të ndihmojnë shtresat në nevojë, ata që janë më keq kështu me radhë pastaj deri në rritje për ta përballuar këtë rritje të çmimeve. Ndërkohë qeveria edhe përfiton apo jo nga rritja e çmimeve? Shtohet përqindja që merr qeveria në buxhetin e saj. Do duhet ta ndante këtë rritje që i vjen papritur. Kur themi që inflacioni është një taks, aq në temën një taks regresive, do thotë që qeveria pa ndryshuar përqindjen e taksave dhe tatime në mënyrë abuzive merr para shtesë. Pra, në një mall që ishte 100 lekë, merresh 20 lekë të VSH. Në një mall që shkon 120, merr 24. Pra, a priori në mënyrë varfëruese, qeveritë marrin të ardhura shtesë, por janë të ardhura nga inflacioni i lartë. Në këtë aspekt, këto të ardhura duhet të shkojnë jo për gjë tjetër, por vetëm për mbrojtjen sociale. Dhe duke qenë se në mbrojtjen sociale nuk do të përfshihet gjithë shoqëria, ne do të paguajmë një kosto për inflacionin, një kosto të krizës së inflacionit, siç ndodh në botë, atëherë këto para shkojnë në atë grup social që në vendet e tjera mund të jetë deri në 40%, që pra ndihmojnë ata individ me paketa të ndryshme sociale që të ardhët e tyre, se thua përdoren deri në 40% për marrë dhe shërbime. Në vendin tonë, edhe ka kritikat e fundit të Bankës Botërore që Shqipëria ka një sistem të valorave sociale shumë të dobët, ka njerëzit të cilët harxojnë deri në 60-65% të ardhurave të tyre thjesht për marrë dhe shërbime tjetike, dihen të braktisur.
dhe ata duhen ndihmohet. Ndihmat janë të ndryshme. Ajo që më shqetëson mua është që qeveria zgjohet nga gjumi kur ndodh kriza, kur ajo duhet të kishte të gatshme skenarët anti-inflacion. Do të dinë shumë mirë se kush ishin stresa sociale që ka nevojë, do të përcaktonte se në çmasi do i ndihmonte, dhe në mënyrë që ne kemi mësuar nga krizat e tjera, nuk do kalonte këto para në llogarinë bankare të përgjithshme, se ata mund të mos i merrin dhe ekonomia nuk ecë, se ndihma për shtresat nevojë ka dy funksione, para aspektin social dhe dyta në të gjitha studimet, stresat e varfra i harxojnë para shumë më shpejt se sa çdo grupim tjetër. Dhe në këtë aspekt ndihet edhe efekti në ekonomi.